Prej 4 ditësh, banorët e fshatit Boriqi Vogël në Malësi të Madhe janë pa energji elektrike. Ndërprerja e furnizimit ka krijuar vështirësi për rreth 80 familje, të cilët raportojnë dëme ekonomike dhe probleme në zhvillimin e aktivitetit të përditshëm. Sipas banorëve, pavarësisht ankesave të vazhdueshme drejtuar institucioneve përgjegjëse, situata mbetet e pandryshuar. Tash 4 ditë jena pa drita. I thonë 4 ditë tonë që kanë frigoriferat men, ja prishetire. Se për 4 ditë me më qu mu, si nuk e njeh ka bjen elektriciteti, kisha ditë me lidh. A ka ba lufta disa vene, edhe bjen një bomba diqa në elektricitet, nuk rinë 2 ditë. Mungesa e dritave është shumë problem, nuk është për 4 ditë, por kjo ankesë vazhdon tash 3-4 vjetë, sa është hera parë si vinë gazetarët këto. Na kena probleme edhe ma përpara, kena pas edhe kena. Ata theksojnë se ndërprerjet e energjisë janë një problem i përsëritur ndër vite, edhe pse detyrimet financiare ndaj operatorit të shpërndarjes shlyhen rregullisht. Nevojë kena për dita ku nuk e ku parkoni celular, kjo rrezik i madh. Ty kanë pas vërtet në rregull ton po shqiptarë na shqiptarën na I kanë me Shkodrën, po banojmë Malësi të Madhe. Kush mëra pas shumë vjetë. Kur s'ke drita, na s'ke mas ujë, se punojmë me pompa, punojmë me këto ujë, shumica Kosovës na ka ardhur as ujë të tishëm. Na diskutojmë i gjë elementare, me thonë që është, derisa ja pagujmë shtetit, me thonë shtet edhe me kanë pa shtet jashtë makes, s'duhet me kanë jashtë edhe njëto. Kur çfarë standardesh s'ka, kena kërkesë shumë të mëdha, ose me hip manelt, ose me I ba ndërhyjmë, ose diçka se këto është tokë banuar, vinë bagtia, vinë njerëzit, që jeni vetë, ose ja thot është privat, na privati nuk e di kush është se kanë vu para sa vjeç transformatorin. 25 vjeta sa ka, duhet me marrë masa pa kanë vunë. Ndërkohë burime paraprake bëjnë me dije se shkak për mungesën e energjisë elektrike janë kushtet e pafavorshme atmosferike, përfshirë rreshjet e shiut dhe erat e forta, si dhe amortizimi I rrjetit elektrik. Situata të ngjashme janë raportuar edhe në zona të tjera të qarkut Shkodër. Banorët kërkojnë rikthimin e menjëhershëm të furnizimit me energji dhe ndërhyrjen për modernizimin e rrjetit, me qëllim shmangjen e problemeve të përsëritura.